që nga nesër Kosova do të jetë një koqire e një prej ngjarjeve më të rëndësishme fetare të vitit në rajon, garave ndërkombëtare të Kur'anit. Këto gara do të zgjasin deri më 11 maj dhe do të mbledhin rreth 150 pjesëmarrës nga më shumë se 22 vende të Ballkanit dhe Evropës. Këto gara organizohen nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Çështjeve Fetare të Arabisë Saudite. Ato përfshin 5 kategori të ndryshme të garimit, nga memorizimi plot i Kur'anit deri tek leximi i 5 xhuzëve për fëmijët e moshës 9 deri në 12 vjeç. Bashkia Islame e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë për Çështje Fetare të Arabisë Saudite këtë vit organizon garat ndërkombëtare të bukur leximit dhe të nxënjes përmendsh të Kur'anit fisnik. Gjatë këtij viti në këtë garë do të marrin pjesë mbi 150 garues nga 22 shtete ballkanike dhe evropiane, ndërsa gara do të zhvillohet në 5 kategori të ndryshme të leximit dhe të nxënjes së Kur'anit përmendsh. Ndërkohë që përnder të këtyre garave, Kosova do të mirëpres edhe imamin e Çabës. Këtë garë e bën edhe më madhështore dhe prezenca e imamit të Çabës, i cili do të na vizitojë gjatë këtyre ditëve dhe do të jetë prezent edhe në këto gara ndërkombëtare, mirëpo do të vizitojë edhe disa xhamie dhe disa qendra historike të kulturës dhe traditës tonë fetare islame në vendin tonë. Për të përzgjedhur përfaqësuesit e saj, Kosova ka zhvilluar më parë një provim vlerësues në të cilën morën pjesë 100 kandidat, prej të cilëve 41 u kualifikuan me sukses në leximin dhe memorizimin e Kur'anit famlar. Komisioni ndërkombëtar vlerësues i këtyre garave do të përbëhet nga 6 hafez të njohur nga Arabia Saudite, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kroacia dhe Bosnja. Të gjithë qytetarët e Kosovës dhe vendeve të tjera mund ta ndjekin drejt për drejti këtë garë të Kur'anit përmes platformave online të Bashkisë Islame të Kosovës.